Në 2012 janë iniciuar disa ndryshime kushtetuese në Kosovë. Në mesin e tyre, ka qenë parapar edhe çështja e ushtruesit të detyrës së presidentit për t'i qartësuar disa veprime të tij. Pra, ka pasur një tendencë që të amandamentohet kushtetuta e Kosovës. Dhe aty, për shembull, është parapar, sipas propozimeve, që ushtruesi i detyrës së presidentit të mos mund, për shembull, t'i emrojë gjyqtarët, të mos mund t'i emroj prokurorët, të mos mund t'i emroj ambasadorët, të mos mund të shpall falje individuale. Pra, disa kufizime janë parapar të bëhen shprehimisht. Mirëpo gjykata kushtetuese e Kosovës, atë botë, e ka bërë një dallim. Për secilin prej këtyre i ka interpretuar, i ka komentuar se cila mund ta paksojë ndonjë të drejtë, bjen në kundërshtim me kushtetutën, cila jo. Dhe gjykata thotë kështu: sa i përket emërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, nuk mund të kufizohet ushtruesi i detyrës së presidentit, sepse atëherë cënohet puna e gjyqësorit. Pra, gjyqësori mund të mbetet pa gjyqtar dhe pa prokuror, dhe rrjedhimisht shteti nuk mund ta ushtrojë rolin e vet në këtë rast për ndarjen e drejtësisë. Thot për shembull për shpalljen e faljes individuale, thot gjithashtu i kufizon të drejtat e njerëzit nëse ja ndaloni këtë ushtruesit të detyrës së presidentit, sepse nëse dikush i plotson kriteret ligjore për falje, atëherë pse të mos mund të falet? Tani nëse nuk zgjedhet presidenti, pse është faji i atij qytetari që është i dënuar, por i plotson kriteret sipas legjislacionit. Mirëpo çka thot tazon për emërimin e ambasadorëve, thot edhe nëse nuk i jepet kjo mundësi, nuk është se e pakson ndonjë të drejtë kushtetuese as për qytetarët, as për vet presidentin. Kjo nuk do të thotë që të mos mund t'i emrojë ambasadorët, po thjesht nuk bjen në kundërshtim me kushtetutën mos emrimi i një ambasadori, sepse nuk e ka rolin e njëjtë për shtetin si mos emrimi tazëm i kryeprokurorit të shtetit ose një prokurori tjetër. Dhe tani në analogji me krejt këtë situatë të cilën po e shpjegoj, dhe ndërkohë duhet të qartësoj për publikun se këto ndryshime nuk kanë hyrë në fuqi atë botë, vetëm janë trajtuar nga gjykata kushtetuese. Dhe çfarë ndodh? Tani ne kemi këtu çështjen e formimit të qeverisë. Ne jemi aktualisht me qeveri me kompetenca jo të plota, në detyrë. Dhe ligji për qeverinë në nenin 31 e qartëson se cilat janë kompetencat e qeverisë në dorëheqje. Aty nuk përdoret termi qeveri në detyrë, nuk ka. E kemi edhe këtë boshllëk, këtë zbrastir në legjislacionin ton, po flet vetëm për qeverinë në dorëheqje. Në analogji edhe këtu mund të presupozojmë që detyrat dhe kompetencat e qeverisë në dorëheqje të jenë të njëjta me asaj që janë në detyrë. Dhe tani, nëse çështja e zgjedhjes së qeverisë kushtëzohet a priori me zgjedhjen e presidentit dhe presidenti nuk zgjidhet, vendi do të vazhdoj përsëri të mbetet me një qeveri në detyrë. Qeveria në detyrë çka s'mund të bëjë? S'mund të propozoj ligje, pra projekt ligje, as ndryshime kushtetuese, as nuk mund të nënshkruaj marrëveshje ndërkombëtare, pra vetëm i kryen punët e përditshme. Dhe Kosova rrezikon të hyjë pastaj edhe në një çorsokak tjetër nëse mungon vullneti politik. Pra përderisa gjykata kushtetuese para 14 vjetësh ka thënë që duhet t'i lejohet ushtruesit të detyrës të presidentit që të emrojë gjyqtarët dhe prokurorët, atëherë unë mendoj që nuk ka asnjë lloj pengese që ushtruesi i detyrës së presidentit ta mandatojë kandidatin për kryeministër. Dhe këtu është fare e qartë në realitet, sepse sipas nenit 95 të kushtetutës, ku shpjegohet zgjedhja e qeverisë, thotë se presidenti e mandaton për kryeministër kandidatin nga partia, subjekti ose koalicioni që ka fituar shumicën e votave. Dhe në këtë rast është e qartë, këtu nuk ka diskrecion, pra nuk mund të bëhet, le të themi, një lloj veprimi më ndryshe që mund pritet apo jo? Ndryshe, po, se është çështje e përcaktuar. Unë nuk mbaj mend që Kosova prej shpalljes së pavarësisë së këndej të mund ta ketë zgjedhur një president pa polemika, pa perceptime, pa ambiguitete të ndryshme. Në këtë kontekst, mendoj se partitë politike duhet ta gjejnë një rrugdalje. Rrugdalja mund të jetë një figurë konsensuale, jo partijake, mirë po edhe kjo nga përvoja e fundit, kur u propozua zonja Feride Rushiti, nëse nuk gaboj në emër, u pa se një pjesë e deputetëve nuk kishin
gatishmëri për ta zgjedhur, s'paku përqendruar në sallë që të respektohej ai korumi i vënë nga gjykata kushtetuese. Bindjen që partitë politike në Kosovë kërkojnë që presidenti të dalë nga xhiri i tyre, sepse po t'ishte ashtu, ndoshta ne atë natë do ta zgjedhnim zonjën Rushiti për president, do ta kishim për presidentet vendit. Andaj nuk mund të presupozoj. Personat e afërt, personat partijak që duhet ta udhëheqin presidentin, ndërkohë kushtetuta kërkon një president unik, apo jo, unifikues, figurë unifikuese. Po, figura unifikuese fillon prej ditës kur ai e bën betimin, ose ajo e bën betimin si president para kuvendit. Deri në atë ditë mund të ketë qenë antari një partie politike. Partitë politike nuk duhet parë si armike të njëra tjetrës. Pra, ju mendoni kështu, dikush hyn në karrierë politike, fillon ndoshta nga një kuvend komunal, avancohet në deputet, mund të bëhet zëvendës ministër, madje edhe kryeministër. Dhe për vite të tëra të jetë në skenën politike në Kosovë. Pra, të di edhe si bëhen ligjet, të di si funksionon kuvendi, dhe tani vjen momenti kur ai ose ajo të penalizohet pse ka qenë në një parti politike. Po edhe kjo çështja e presidentit apartijak duket shumë bukur, tingëllon shumë bukur nga jashtë, mirë po çka do të bëhet nëse ai nuk ka kurfar përvoje në skenën politike?